Përshëndetje, mirë se erdhët në klubin e librit të muajit mars. Në këtë klub libri kam dy libra ndryshe nga muajt e tjerë, sepse libri i parë është shumë inspirues, duke qenë se unë kam filluar të lexoj shumë libra inspirues edhe nga ferma shumë të fuqishme, sepse dua të krijoj diçka, një surprizë të vogël që kam në mendjen time dhe nuk e di se kur do ta krijoj, por po mundohem që të navigoj dhe të marr sa më shumë informacione mbi gra të tjera të suksesshme që të më inspirojnë edhe të më shtyjnë të bëj ato që dua unë, sepse është një gjë shumë e madhe. Libri i parë është Të bëjmë përpara nga Sheryl Sandberg. Është drejtoresh operative e Facebook. Nuk e di, më ka inspiruar pafund ky libër, madje aq shumë sa dua të lexoj edhe dy librat e tjerë të saj, ajo ka krijuar 3 libra deri tani. Aq kam unë në dieni sepse mund të ketë krijuar edhe më shumë. Është një libër për të gjitha ato vajzat që ankohen dhe e marrin si justifikim faktin që janë vajza, pra justifikohen me faktin që janë vajza edhe në punë ose edhe kur kanë diçka për të bërë dhe nuk kanë pasur mundësi e gjenë justifikim. Sheryl shkruante në një gazetë shumë të famshme dhe një ndër ditët kur ajo nuk ndihej mirë, kishte shkuar tek shefi i saj dhe i kishte thënë që unë nuk jam ndier mirë edhe nuk kam bërë këtë shkrimin. Dhe në atë moment shefi i tha, ne nuk botojmë në gazetën tonë justifikime, kështu që duhet ta bësh. Domethënë, mua më pëlqen shumë fakti që femrat e mbështesin njëra tjetrën dhe duhet ta mbështesin njëra tjetrën, por mendoj se ka ardhur një pikë që femrat duhen të ndihen inferiore. Por ky libër të bën që të mos ta ndjesh më veten poshtë, të mos ta ndjesh veten të nënvlerësuar në krahasim me meshkuj, por të tregon që ti je barabartë me ato, edhe në gjërat e mira dhe në gjërat e këqija në këtë krahasim, kështu që duhet të sillesh me një lloj dinjiteti dhe me një lloj përgjegjësie ndaj vetes tënde dhe ndaj asaj që ke marrë përsipër. Tregon edhe për marrëdhënien që ka pasur me Google-in, me Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg madje ka bërë edhe një shkrim pas librit, ku ka treguar që edhe ka thënë që sa herë që takoja Sheryl dhe sa herë që ikja në zyrë, mësoja diçka të re mbi çdo gjë që ajo fliste, kështu që duhen vlerësuar këtë njerëz, duhet vlerësuar mundi që kanë derdhur për të na ndihmuar ne më pas, ne pasardhësve. Sheryl ka vendosur që këtë libër të mos ta botoj si të gjithë librat e tjerë biografik, kur ti mund ta lexosh edhe ta kuptosh vetë qëllimin e librit, por çdo kapitull është i ndarë në formë strikte se çfarë tematike do të qartësoj edhe do të sqaroj për vajzat. Është një libër i dedikuar vajzave dhe dëshirës së vajzave për të udhëhequr. Kështu që është një libër që më ka frymëzuar shumë, ju sugjeroj që ta merrni dhe ta lexoni për të edhe më mirë dhe normalisht për të frymëzuar për të bërë gjërat që dëshironi që të bëni. Ndërsa libri i dytë është edhe ky libër shumë interesant. Quhet Matja e botës. Është një libër që flet për një shkencëtar edhe për një ndër gjeografët më të famshëm të asaj kohe. Bëhet fjalë për vitin 1828. Gjeografi ishte i pari që ka zbuluar shkencërisht dhe ka shpjeguar shkencërisht Amerikën jugore dhe qendrore. I pari ishte ky gjeografi, ndërsa i dyti është një matematicien shumë i famshëm, i cili ka të njëjtin problem me gjeografin, duan që të zbulojnë matjen e tokës. Duan të zbulojnë se pse toka ndodhet aty ku është, duan të zbulojnë se çfarë po ndodh me tokën, apo zgjerohet apo jo. Kështu që është një libër shumë intrigues, pavarësisht se këto dy personazhe të librit takohen nga kapitulli i dytë, jo që në fillim, në një konferencë në Berlin që bëhej gjithmonë për çdo vit për matematicienët dhe për shkencëtarët në përgjithësi. Është një libër fantastik. Kaq dua të them për këtë libër, sepse përveç faktit që është i mbushur me aventura edhe me aventura që unë nuk do ta prisja që dy shkencëtarë do t'i krijonin, ka edhe pjesën tjetër të enigmës që kam përshtypjen se të gjithëve na ndjek gjatë gjithë kohës. Enigmës të tokës, si është krijuar toka, si ka këtë diametër, vendodhjes së tokës, çdo gjë që ndikon dhe për më tepër se si një gjeograf dhe një matematicien mund të shkojnë së bashku, për faktin se të dy janë shumë të kundërt, edhe të dy duan të tregojnë që janë shkencëtarët më të
mirë edhe gjithashtu më të domosdoshëm për qenien njerëzore edhe për dijen. Ishte një libër shumë i lezetshëm, mua më tërhoqi sepse në çdo kapitull ndodhte diçka e re. Nuk ishte një kapitull me të cilin mund të thoja, okay, mezi po presta kaloj këtë, sepse ka pasur shumë libra që kam lexuar edhe kam pasur këtë problemin që okej, mund ta kaloj këtë kapitull dhe të kaloj tek çështja reale e këtij libri, por nuk ndodhi kjo gjë me këtë libër. Besoj se do t'i pëlqej të gjithë atyre lexuesve, cilët i pëlqejnë këto çështjet investigative, shkenca, aventura, kishte shumë aventura, sidomos në momente kur futeshin personazhe të tjerë, si për shembull kushërinj të shkencëtarëve, të cilët ishin pjesë e këtyre konferencave shkencore që bëheshin në Berlin, edhe përveç kësaj edhe lëvizjet që kishin. Për shembull, matematicienët e gjeografit ju desh që të lëviznin nga një qytet në qytetin tjetër në Gjermani, vetëm për të qenë afër njëri tjetrit dhe për ta bërë këtë zbulim se pse po ndodhin gjithë këto gjëra. Kështu që ju sugjeroj që ta lexoni, ishte shumë libër i interesant dhe përveç kësaj të jepte shumë ndjesi të mirë. Më ka bërë edhe 2-3 herë për të qeshur, edhe pse unë zakonisht nuk qesh kur jam vetëm. Është shumë e çuditshme kjo. Kështu që një opsion shumë i mirë për të lexuar. Këto ishin 2 libra që unë kam lexuar këtë muaj. Unë mezi po pres të lexoj librat që ju do më sugjeroni poshtë te kutia. Të dyja librat janë nga botimet Peggy, çmimet e secilave do t'i keni të vendosura këtu. Pavarësisht se mua nuk më intereson se sa kushton një libër, për sa kohë që më frymëzon edhe më bën të ndihem mirë, siç më bën të ndihem këto 2 libra. Unë i falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse doni që ta vazhdojmë klubin e librave, ju lutem më komentoni poshtë. Kam menduar që të bëj një live stream për këtë pjesën, për klubin e librave. Mendoj se do të jetë më interaktive dhe librat që do të lexoj, po mendoja ti shpallja fillimisht në Instagram, në mënyrë që ju që dëshironi t'i lexoni, të filloni dhe të komentoni me mua në live streamin që mund të krijoj çdo muaj, në mënyrë që të jetë një bisedë dhe një klub librash eksakt, por virtual. Kështu që nëse ju pëlqen kjo ide, komentoni poshtë ose jepini like kësaj video dhe ta kuptoj që ju pëlqen si ide. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Video e radhës do të jetë vlogu. Mirëpafshim.